Në Kupën e Kombeve të Afrikës, siç e dim, çdo gjë mund të ndodhë, por këtë herë është kaluar çdo kufi. 2 muaj pas finales për të cilën foli e gjithë bota, Konfederata Afrikane njoftoi në një deklaratë zyrtare se gjykata e apelit e Konfederatës kishte vendosur të zbatonte nenin 84 të rregullores, duke vendosur në favor të humbjes së Senegalit. Senegali kishte lënë fushën për disa minuta në shenjë proteste ndaj vendimit të gjyqtarit, një penallti e konsideruar inekzistente, të cilën Brahim Diaz më vonë e humbi. Prandaj apeli i Konfederatës Marokene u mbështet tek ky nen dhe 2 muaj më vonë kupa ju dha Marokut me rezultatin 3-0. Ky lajm i habiti të gjithë pasi Komisioni Disiplinore kishte refuzuar apelin e Marokut. Megjithatë, bordi i apelit i Konfederatës rrëzoi vendimin duke pranuar ankesat e Marokut të martën në mbrëmje dhe duke lëshuar këtë deklaratë. Komiteti i apelit i Konfederatës Afrikane të Futbollit ka vendosur sot që në përputhje me nenin 84 të rregullores së Kupës së Kombeve të Afrikës, ekipi kombëtar i Senegalit shpallet i mundur në ndeshjen finale të Kupës së Kombeve të Afrikës me rezultatin 3-0 në favor të Federatës Mbretërore Marokene të Futbollit. Vendimi, i cili është përfundimtar në këtë forum dhe i konfirmuar, qarkulloi menjëherë në të gjithë botën duke shkaktuar diskutime të pafundme, veçanërisht pasi vendimi për të dhënë një finale të Kupës së Kombeve të Afrikës në mënyrë të paracaktuar përfaqëson një ngjarje unike në historinë moderne të futbollit. A ka mbaruar gjithçka atëherë? Jo tamam, sepse në këtë pikë presim kundërmasa ligjore nga Federata Senegaleze, e cila mund të paraqesë një apel në kohë në organet ndërkombëtare të drejtësisë sportive, siç është CAS në Lozan, për të provuar ta përmbysë përsëri këtë rezultat sensacional. Federata Mbretërore Marokene e Futbollit pranon vendimin e marrë nga Komisioni i Ankesave i Konfederatës Afrikane, thuhet në një deklaratë të lëshuar këtë mbrëmje. Federata Marokene dëshiron të përsërisë ndërhyrja e saj nuk ishte kurrë për qëllim të sfidonte performancën sportive të ekipeve që garojnë në këtë garë, por vetëm të kërkonte zbatimin e rregulloreve të garës. Federata përsërit angazhimin e saj për të respektuar rregullat, për të ruajtur një kuadër të qartë konkurrues dhe për të siguruar stabilitetin e garave afrikane.